Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për horoskopin e sotëm. Dashi, kjo ditë sjell energji të fortë për dashin. Mund të ndjeni një dëshirë të madhe për të marrë iniciativa të reja, sidomos në punë ose në projektet personale. Është një moment i mirë për të treguar aftësitë tuaja dhe për të udhëhequr të tjerët. Në aspektin emocional, mund të përballeni me disa biseda të rëndësishme me partnerin ose familjen. Mos u nxitoni në reagime. Dorimi do t'ju ndihmojë të shmangni konfliktet e panevojshme. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes sot, veçanërisht nëse mendoni të bëni shpenzime të mëdha. Demi. Për demin, është një ditë që kërkon stabilitet dhe qetësi. Mund të ndiheni pak më reflektues se zakonisht dhe të mendoni për vendime që lidhen me të ardhmen tuaj. Në punë, përqendrimi dhe durimi do ju ndihmojnë të përfundoni disa detyra që kanë mbetur pezull. Mos u shqetësoni, nëse gjërat ecin më ngadalë se sa e prisni. Progresi do të vijë hap pas hapi. Në dashuri, marrëdhëniet mund të forcohen përmes bisedave të shumta. Binjakët mund të përjetojnë një ditë plot komunikim dhe ide të reja. Mendja juaj do të jetë shumë aktive dhe mund të gjeni zgjidhje kreative për problemet që më parë dukeshin të ndërlikuara. Në punë, bashkëpunimi me kolegët do të jetë çelësi i suksesit. Mos hezitoni të ndani mendimet tuaja, sepse dikush mund t'i vlerësojë shumë. Në jetën sentimentale, është një moment i mirë për të shprehur ndjenjat ose për të sqaruar disa keqkuptime të vogla. Gaforja. Për gaforën, kjo ditë sjell emocione të thella dhe nevojë për siguri emocionale. Mund të ndiheni më të ndjeshëm ndaj njerëzve përreth jush. Ndaj është e rëndësishme të mbani një ekuilibër mes ndjenjave dhe arsyes. Në punë, përkushtimi juaj do të vërehet nga të tjerët, edhe nëse rezultatet nuk duken me njëherë. Mos u dekurajoni, përpjekjet tuaja do të shpërblehen. Në dashuri është një ditë e mirë për ju. Luani. Luani mund të ndjejë një dëshirë të fortë për të qenë në qendër të vëmendjes këtë ditë. Energjia juaj karizmatike mund të tërheqë njerëz dhe mundësi të reja. Në punë, është një moment i mirë për të treguar aftësitë tuaja dhe për të marrë përgjegjësi më të mëdha. Megjithatë, përpiquni të dëgjoni edhe mendimet e të tjerëve për të shmangur tensionet. Në dashuri, romanca mund të jetë më e fortë se zakonisht. Virgjeresha mund të sjellë nevojën për organizim dhe rregull gjatë kësaj dite. Mendja juaj analitike do ju ndihmojë të zgjidhni disa çështje praktike që kanë mbetur pezull. Në punë, është një moment i mirë për të përfunduar detyrat e rëndësishme dhe për të planifikuar hapat e ardhshëm. Mos u shqetësoni për detaje shumë të vogla, përpiquni të shihni edhe pamjen e përgjithshme. Peshorja. Për peshoren, kjo ditë mund të sjellë nevojën për ekuilibër në marrëdhënie dhe vendime. Mund të përballeni me situata ku duhet të zgjidhni mes dy alternativave. Intuita juaj do ju ndihmojë të gjeni rrugën e duhur. Në punë, bashkëpunimi dhe diplomacia do të jenë armët tuaja më të forta. Njerëzit do të vlerësojnë aftësinë tuaj për të zgjidhur konfliktet. Në dashuri, marrëdhëniet bëhen më harmonike. Akrepi mund të përjetojë një ditë intensive në aspektin emocional dhe profesional. Instinkti juaj i fortë do ju ndihmojë të kuptoni situatat që të tjerët nuk i shohin me njëherë. Në punë, mund të shfaqet mundësi për të marrë kontroll mbi një projekt të rëndësishëm. Megjithatë, përpiquni të shmangni konfliktet e panevojshme me kolegët. Në dashuri, ndjenjat mund të jenë shumë të forta. Shigjetari mund të ndjejë një dëshirë të fortë për aventurë dhe ndryshim gjatë kësaj dite. Energjia juaj optimizme mund t'ju ndihmojë të përballoni çdo sfidë me lehtësi. Në punë, mund të shfaqen mundësi për të mësuar diçka të re ose për të zgjeruar horizontet.
profesionale. Mos hezitoni të pranoni sfida të reja. Në dashuri atmosfera mund të jetë më e lehtë dhe plot humor. Britsjapi. Britsjapi mund të ndjejë një fokus të lartë në përgjegjësi dhe objektiva afatgjata. Kjo është një ditë e mirë për të planifikuar dhe për të bërë hapa konkret drejt qëllimeve tuaja. Në punë, përkushtimi dhe disiplinimi juaj do të vërehen nga të tjerët. Mund të merrni vlerësime ose mbështetje për një projekt të rëndësishëm. Në dashuri, marrëdhëniet kërkojnë pak më shumë kohë dhe vëmendje. Ujori. Ujori mund të përjetojë një ditë plot ide dhe kreativitet. Mendja juaj inovative do të jetë shumë aktive dhe mund të gjeni mënyra të reja për të zgjidhur probleme ose për të realizuar projekte. Në punë, mos keni frikë të ndani idetë tuaja, sepse mund të frymëzojnë të tjerët. Në dashuri mund të ndjeni nevojën për më shumë liri dhe hapësirë personale. Partneri duhet të kuptojë këtë nevojë. Peshqit. Peshqit mund të ndihen me intuitiv dhe emocional gjatë kësaj dite. Mund të keni një ndjeshmëri të veçantë ndaj energjive dhe emocioneve të njerëzve përreth. Në punë, kreativiteti dhe imagjinata juaj mund të sjellin ide të vlefshme. Mos e nevlerësoni veten. Talenti juaj mund të bëjë diferencën. Në dashuri është një moment të mirë për të shprehur ndjenjat dhe për të krijuar momente romantike. Partneri do të vlerësojë sinqeritetin dhe përkushtimin tuaj. Beqarët mund të përjetojnë një takim që duket shumë i veçantë ose i papritur. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes, sidomos në shpenzimet emocionale. Në shëndet është e rëndësishme të gjeni kohë për relaks dhe aktivitete që ushqejnë shpirtin, si muzika, arti ose meditimi. Mbrëmja mund të jetë shumë frymëzuese për ju. Dhe si përfundim, kjo ditë sjell një përzierje energjive për të gjitha shenjat e zodiakut. Shumë prej tyre do të ndihen të motivuara për të bërë hapa të rinj në punë, për të përmirësuar marrëdhëniet personale, ose për të reflektuar mbi qëllimet e tyre afatgjata. Energjia e kësaj dite favorizon komunikimin, bashkëpunimin dhe marrjen e vendimeve më të menduara. Për disa shenja, dita mund të jetë më emocionale dhe të kërkojë durim në marrëdhënie, ndërsa për të tjera mund të hapen mundësi të reja në aspektin profesional ose financiar. Është e rëndësishme që secili të dëgjojë intuitën e vet. Faleminderit që na dëgjuat. Një like dhe subscribe për më shumë video në vazhdim.